Edhe sot një ditë e keqer me shi. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në kanalin tim. Unë jam Jeta. Kjo është kursëria ime. Edhe sot kemi një video të re. Jam në makinë tani. Nuk e fola në shtëpi sepse isha me nxitim të bëja gati melodin për kopësht edhe të dilja. Sapo piva kafe, jam e karikuar, edhe tani besoj që do dal një shëtitje deri tek OVS sepse më ka ardhur mesazh që ka shumë oferta për rrobët e fëmijëve, edhe do hedh një sy se mos ka ndonjë gjë interesante për gocën. Pastaj do kaloj edhe një xhir nga disa dyqane të tjera që janë hapur tani këto kohët e fundit këtu, sepse më duan disa gjëra për shtëpi. A e të regjistruar? Po. Sapo arritëm tek OVS, sa shor? Nuk ka hapur ende, sepse ora është 9:30 edhe kjo hap në çfarë orë hap? Tani për pak. Tani për disa minuta. Do presim tani në makinë sepse jashtë është shumë ftohtë. Edhe paska ulterior ripas ty. Po pra se më erdhi mesazh mua që plus ka pas, domethënë që në periudhën e vitit të ri ka pas ulje, por më erdhi mesazh që kishin bërë nga në fakt pas vitit të ri ka pas më shumë ulje se sa. Po pra, po mu më erdhi dje mesazh që kanë bërë plus atyre që ka pas kanë bërë edhe më shumë, kështu që prandaj më duk një gjë interesante, thash të kaloja. Ka dhe disa produkte skincare këtu në fakt, që janë shumë të mira, janë nga ato skincare korean, që thonë janë shumë të mira. Unë si kam provuar, por do doja t'i blej edhe t'i provoja. Si mendon ti? Gjeli vetullave për shembull që pa të bler. Po, shumë i mirë. Pavarësisht se morën Matera, po besoj që jo, edhe këtu ka. Kisha marrë para 2 muajsh më duket në fakt, kisha marrë një gel për vetullat, edhe ishte shumë i mirë për çmimin që kishte, diku tek 4 ose 5 euro. Por paktën për vetullat e mia ishte shumë i mirë. Nga mëngjesi deri në darkë vetulla pa lëvizur. Efektin si të laminimit. Si të laminimit, po. Okej, hapi tani do hiq. Po shumë mirë e çanta. Edhe ngjyra që është në modë tani. Pronto? Ciao. Domani mattina sono libera. Ci vediamo domani. Ciao, a domani. Grazie anche a te, ciao.
Unë sapo u ktheva në shtëpi, nuk ju tregova shumë gjëra, ndje nuk kapa shumë sepse me kamerën në dorë më dija pak në siklet, sepse njerëzit më shikonin edhe thonë çfarë po bën kjo, edhe isha pak e sikletosur të them drejtën dhe nuk kapa momente më të gjata. Disa blerje, edhe tani doja të tregoj nga blerje që bëra të Kovijese, ju thash që shkova të hedhja sy për rrobë për gocën, për në fakt mora diçka për vete. Kisha nevojë për një çantë? Jo. E mora përse prap? Po. Çanta është kjo. Tregojmë pak edhe më nga afër, është si lëkurë mund të them, po në lëkurë. Brenda kishte goxha hapësirë, edhe më pëlqeu të them drejtën. Në kamerë më duket se duket ngjyrë zezë, por është kafe e errët. Edhe ka ripin kështu, të cilën e bën shumë praktike mbajtjen, është shumë rehatshme. Kjo ishte në ofertë, nga 30 euro ishte vetëm 9 euro. E thash pse jo, sepse unë çantat më pëlqejnë të them të drejtën edhe kam qejf që t'i ndroj. Kohët e fundit kisha këtë, 2 muaj më të keq që kam bler. Është tani nga këto që kanë dalë në mod, ky materiali në ngjyrë kafe të errët. Është pak më e vështirë ta mbash sepse duhet ta mbaj vetëm në dorë ose kështu. Ndërsa kjo është më rehatshme sepse e vendos në krah edhe nuk më pengon të bëj gjërat që dua të bëj nëse jam jashtë normalisht. Ju thash që këtu tek ne janë hapur disa dyqane të reja, kanë edhe goxha çmime ekonomike mund të them. Një nga ato është Pepco, edhe unë tek Pepco mora një broke që mund ta mbushim me ujë ose me lëng frutash me çfarë të duam. Më pëlqeu shumë me këto detajet si me viza, edhe me kapakun në ngjyrë ari. Diçka shumë elegante dhe e bukur. Pastaj do kalojmë tek blerje që bëra tek Action, edhe ky ka një vit që është hapur. Mora këto. Çfarë janë këto? Këto nuk e di si quhen në shqip. Këtu tek ne në Itali quhen tovaglioni, pra janë ato pjesë që vendosen në tavolinë, edhe të vendosësh si për pjatën, gotën, lugët, kur han ose edhe kur nuk han. I vendosë tavolinë për zbukurim, por unë i mora më shumë për pjesën kur ham, sepse janë të mira dhe janë materiali është si lëkurë që pastrohet kollaj mund të them. Pastaj më shkon edhe me pjesën e këmbëve të tavolinës, sepse i kam në ngjyrë të zezë. Mora 5 copë, sepse ne jemi 5 persona. Mora edhe këto gotat, shikoni sa të bukura. Vetëm 1 euro 1 me këtë detaj e arit këtu, nuk e di nëse duket tani në kamera sepse nuk ka shumë dritë, është e vështirë të filmosh në këto ditë të zymta, sepse kamera ka nevojë për shumë dritë natyrale që të dalin videot e bukura. Plus edhe detaj si me hark, si ylber, nuk e di diçka e tillë shumë e bukur. Pastaj për çmimin që kishte, vetëm 1 euro 1 as super vlente mund të them. Mora 4 copë, sepse 2 të tjera që ishin me disa krisje të vogla, pra që po vazhdojnë të thyeni, ndoshta janë përplasur, nuk e di. Nuk mund të mungoj diçka për gocën time, është një fletore, ka vetëm fletë të bardha që të vizatoj. 3 maska për fytyrën, shpresoj të jenë të mira. Mora edhe këtë që është një furçë dhëmbësh prej druri, e butë, sepse mishin e dhëmbëve kam pak delikate dhe më gjakoset shpejt, prandaj furçët i marr gjithmonë nga ato të butat. Plus kjo kishte edhe vetë kolinozin, pastën e dhëmbëve, tani jam mirë, nuk e di, por i mora. Furçën që kisha doja ta ndroja. Ka disa kohë që s'ndroj të them drejtën, edhe mirë është që t'i ndrojmë shpesh.
Këto ishin të gjitha blerjet që unë bëra sot. Tani do i sistemoj pak dhe pastaj pasi të vendosë tavolinë do ja u tregoj. Normalisht gotat edhe brokën do i laj sepse i kanë prekur, kush e di se sa persona i kanë prekur dhe ka mikroba aty. Më ran bateria e kameras, do vendosë edhe pak baterinë ta karikoj. Shifemi pastaj. Unë tani sa po vendosa baterinë te kamera sepse u karikua. Ndërkohë unë isha te kopshi, mora melodin, erdhëm në shtëpi, ngrem edhe drejt tani me dhjerrën. Gotat edhe brokën që bleva unë i lava, i kam vendosur në tavolinë dhe më pëlqejnë shumë. Tani do t'ju tregoj edhe juve. Ja pra kështu duken edhe në tavolinë. Ndërkohë këtu tek unë vazhdon të dalin dielli, qëndron disa sekonda, pastaj koha bëhet e errët sërish sepse lëvizin rreth. Po ma acaron të them të drejtë kjo koha kështu. Sikur kur nuk është koha e mirë, nuk jem mirë as nga humori në fakt, të paktën mua kështu më ndodh. Tani nuk kam për të bërë asgjë, po mendoj që të hyj të bëj një dush edhe të qetësohem, ndoshta rregullohet edhe humori nga kjo kohë e keqe. Para disa ditësh në fakt kisha edhe dhimbje fyti, kam zbuluar disa ilaçe që janë si pustina, pak a shumë si Tylon hot, por pak më ndryshe shija, i shkrini jo gotë me ujë të ngrohtë, edhe sa po ta pi sikur trupi me një qetësi, një lehtësim, 2 bustina nga ato piva, një ditë përpara dhe një ditë më brapa. Edhe sikur tani më kaloi edhe djegja e fytit, jam më mirë, shqyr se mendova që do më bënin bajamet, do më kapte edhe ndoj temperaturë, por këtë herë shpëtova. Sa relaksues është një dush me ujë të nxehtë, edhe sa nevojë kisha unë tani për këtë ujin e nxehtë. Ndihem shumë e lehtësuar tani. Do marr dhe një nga maska që bleva sot, ta vendos sepse kohë të fundit nuk kam bërë maska dhe lëkura ime është tharë paksa, edhe të shkoj relaksi në maksimum. Unë bleva këto të trija. E para është kjo me këtë bimën që nuk e di se çfarë bimë është. E dyta është kjo me avokado. Edhe e treta është kjo me portokall cilën, nga këto të vendos tani. Kjo është për ushqyerjen e lëkurës më shumë, kjo është më shumë për hidratim, edhe kjo është më shumë për shkëlqimin e fytyrës. Mendoj që do bëj këtë tani sepse më shumë kam nevojë për hidratim se sa për këto gjërat e tjera. Më freskoj jashtë masa shumë, aq e lëngshme qenë ka sa po më hyn edhe në gojë. Ta shikojmë se sa minuta duhet ta mbajmë. Këtu thot për 15 minuta të vendosim timer. Flokët do pres t'i thaj pasi të heq maskën. Të hedh pak këto në kosh tani. Që tregoj pak që kam vendosur edhe qërpik këtë herë që isha në Shqipëri. Në fakt është hera e parë për mua që vendos qërpik. Opinioni im personal, nuk e di si ja bëjnë ato që i vendosin herë pas herë qërpikët, por për mua nuk kanë qenë fare komode, ose të paktën kjo ka ndodhur veç me mua, nuk e di. Okej, mund t'jenë të bukura, tregojnë syrin më të plot, sikur ke bërë make-up, etj. etj. Të them të drejtën, mua mu dukte vetja edhe pak më e madhe në moshë me qërpik, nuk e di, ose thjesht po plakëm ndoshta. Tani kanë vazhduar të prishen dhe të hiqen, sepse ja si dukin, kot më kot. Po bëjnë gati ju muaj, besoj që i kam vendosur, edhe shpresoj të hiqen sa më parë sepse nuk i shikoj dot më sytë e mi kështu, sa poshtë edhe disa lart, kot më kot. Nuk besoj se do i vendos më, ose të paktën për momentin jo. Por në verë, që është sezoni plazhit e këto gjërat kështu, i kanë më pushtime, mendoj që janë mirë, sepse të tregojnë syrin sikur ke make-up, po për t'i vendosur në përditshmëri kot jo. Një muaj që s'kam arritur të laj një herë syt rehat, t'i fërkoj mirë, si shkam qef ose t'i kruaj, gjithmonë duke i larë kështu, sepse është pjesa që është ngjitur, qërpiku është shumë e fortë domethënë. Lëre se do hiqen qërpikët, por kam frikë se më shkulin edhe qërpikët e mi. Po hiqe kanë. Qeni, mami. Qeni. Po ku të
questo. Edhe 7 minuta. Okej, edhe 6 minuta. Për të mbajtur maskën. Po, 6. Maska, mami, si që ka vu mami këtu të ftyra. Po mendoj të shkoj të bëj një çaj të ngrohtë, ta pi për shefin tim tani, derisa të hiq këtë maskën që pastaj të thaj flokët. Nuk e di nëse është veç kjo goca ime, po apo keni dhe ju gocat kështu si puna gocës time që nuk don t'i kap flokët, i mban vetëm para ditë flokët e kapura, kur shkon te kopshti, edhe sa vjen në shtëpi, i heq llastikun edhe i mban kështu. Njëherë edhe i mbushet mendja t'i kapi, njëherë nuk don t'i kapi fare. Do bëj këtë çajin që është me sheg edhe portokall, edhe çka ka tjetër këtu brenda? Vetëm sheg edhe portokall apo mandarinësh jo? Kam provuar ndonjëherë, kam bler tani këtë, është shieri, kështu që do e provoj tani. Questo. Do t'ja të? Okej, se ta jep mami. Unë zakonisht pas ditën e kaloj duke menduar se çfarë do bëj për darkë. Sa mbaroj se ngroni drekën. Deri kur gatuaj darkën, unë jam me mendimin çfarë do gatuaj për darkë, çfarë do gatuaj për darkë. Nuk e di ndodh vetëm mua, por ju ndodh edhe ju kjo gjë. Çaj ka shumë erë të mirë. Shumë e mirë. Shpresoj të jetë edhe shija e mirë. U bën disa kohë që më ka kap fiksimi për gjëra shtëpie. Pra çdo blerje që bëj unë është të blej gjëra për shtëpinë, për zbukurime, kuzhinë, gota, gjëra të tjera. Nuk e di pse. Kjo tregon që po rriten, po plaken. Mbaj edhe timeri për maskën. Tani ta heq që të flas rehat. Të bëj pak masazh. Po thoja, janë bërë si ato vajzat që shkojnë tek mosha 30 vjeçare dhe gjëra që i lumturojnë më shumë është të qëndrojnë në shtëpi, të blejnë gjëra për shtëpinë. Okej, faleminderit mami. Të blejnë gjëra për shtëpi, të ulen në divan, hajde tuke mami. Të ulen në divan, të mbulohen me bateni, me një gotë çaj ose kafe në dorë dhe të shijojnë momentin e tyre të relaksit. Mendoj që do kështu po bëhem, pavarësisht se kam edhe shumë vite për shkuar tek 30 vjetori im. Edhe unë tani do ulem në divan, të mbulohem me bateni dhe të shijoj pak atë çajin tim të ngrohtë. Edhe lëkurën e ndjej goxha të hidratuar tani. Më bëri mirë kjo maskë. Po mami, është me spec. Nuk djekë, mami. Do ta provosh? No. Nuk të djekë. Mirë provoj një, se nuk të djekë. Më kishte shtrënguar aq shumë peshqiri në kokë, sa filloi direkt të më dhembi koka. Në përgjithësi, unë jam njeri që nuk i mbaj dot flokët shumë të shtrënguara, ose t'i kap edhe t'i shtrëngoj shumë me elastik, sepse më dhemb koka direkt, nuk e di pse. Këto janë flokët e mia të pathara, të pakrehura, kaçurrela. Po t'i stiloj në mënyrë që të bëhen kaçurrela, dalin shumë bukur, por thjesht do i tha. Më janë rritur goxha flokët në fakt. Unë i preva në shtator dhe i kisha diku deri këtu, të shkurtra, deri tek kjo pjesa këtu, dhe janë rritur goxha, sepse tani më vin deri këtu poshtë. Më mirë gjata apo të shkurtra mendoni ju? Edhe të gjata më pëlqejnë, por edhe të shkurtra më pëlqejnë në fakt. Shumë këtë bade në mund gjata. Për ditën e parë. E ka pas dhe melodia të më duket. Po? Bade edhe këtë. Tutinë? Qa materiali është ajo? Material kotoni holl apo material qinilja? Jo, se është i trashë, është i holl. Se ato që janë pak si me push? Jo, me push nuk është. Pambuk është. Pastaj, kam dhe këtë kostumin më. Shumë. I bukur. Me lëdja veç kur të vim shpi. Si përfundim për
darkë vendosa të bëj lasagna. Unë salcën e përgatita shpar, edhe tani vetëm do shtroj pjetët edhe do e fus në furrë. Ndërkohë që po përgatisja salcën, po shikoja pak disa pjesë të Big Brotherit. Çfarë mendimi keni për Brikenën dhe për Mateo? Ju pëlqejnë si çift bashkë? Mua do më pëlqejnë si çift bashkë, më duken një çift interesant. Pastaj Brikena, të paktën në sytë mi është goxha vajzë e mirë. Më them të drejtën, nuk është se e ndiqja Big Brotherin, sepse këto kohët e fundit sikur kanë egzageruar pak me këto programe televizive që po bëjnë. Pak interesante kjo historia e dy personazheve që është Brikena dhe Mateo. Nuk e di se sa e vërtet është historia që është treguar për ata të dy. Çfarë mendimi keni që në vitin 2026 të ndërhyj familja mos të lejoj lidhje, që është treguar dhe historia e Brikenës edhe Mateos. Edhe kjo si temë të them të drejtën më tërhoqi dhe më duk interesante. Thjesht doja të dija edhe mendimin tuaj se çfarë mendimi keni rreth kësaj gjëje, pra që në këtë vit që jemi ka ende familje shqiptare që ndërhyjnë lidhje dashurie të fëmijëve të tyre, pra nuk i lënë të lirë të zgjedhin partnerin e tyre. Njeriu që duan të kenë në krah. Nuk e kam kuptuar mirë në fakt sepse familja e Brikenës kishin ndërhyrë në këtë lidhje, duke mos i lejuar. Pra, ishte një arsye feje, nuk e di, nuk kam kuptuar mirë se si thash nuk është se e ndje. Janë thjesht pjesë të shkurtra që më dalin në TikTok edhe më duken interesante, futën pastaj edhe kërkoj edhe pjesë të tjera, nuk është se e kam ndjekur të plot Big Brotherin. Si shkak është feja, pra Mateo është i krishterë, me sa duket edhe familja Brikenës nuk e ka lejuar diçka e tillë. Nëse jam gabim, më korrigjoni. Veç Big Brother Shqipëria, kemi dhe Big Brother Kosova. Televizioni shqiptar ka filluar të egzageroj pak me skenat edhe me personazhet që fut aty brenda. Më tregoni pak edhe çfarë mendimi keni për Albën edhe për Limin. Mos janë paksa të egzageruar veprimet që po bëjnë, apo janë thjesht për lojë? Lasagna gati. Mendoj që erdhi momenti që dhe video ta mbyllim këtu. Shpresoj që t'ju ketë pëlqyer, nëse ju ka pëlqyer bëni like edhe comment, edhe subscribe që bashkë të shihemi tek video radhës. Mirupafshim!